kush i mon men tash, përveç për të keq, Stalinin, Enver Hoxhën, Titon, Mao Zedongun, armiste e njerëzimit që i kanë luftu fenë Allahut. Janë mundu me shly fenë Allahut azza wa jall. Kush i mon men? I mon men veç dikush veç për me përkujtu që këta janë në koshin e plehrave të historisë. Ndërsa Islami gjithmonë ngritet. Edhe feja Allah subhanahu wa taala është gjithmonë e ngritur. Prandaj, kur mos e hub shpresën fenë Allahut azza wa jall. Kur hiç. Ja di që kjo fe me ty ose pa ty ka më shku përpara. Kjo fe gjithçysh ka më shku përpara. Pse është e garantuar pe Allahut azza wa jall. Mirë po, a jeti çaj që jetë e mojtë fenë Allahut. Çfarë është më rëndësi? A feja Allahut ka më shku, sketi se praktikohet, ka më shku përpara feja Allahut. Po ti, nëse nuk e mon ta, ti ai që hub. A feja Allahut gjithsesi ka më shku përpara. Gjithsesi. Shta pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam ka thonë, la yablughanna hadha ad-din ma balagha al-layl wan-nahar. Ka thonë, ky dini Allahut ka më rri çdo kon ku ka mri nata e dita. Nata e dita ku ka mri? Në çdo vend botës. Edhe ka thonë inna Allah zawali al-ard fara'aytu mashariqaha wa magharibaha. Ka thonë Allahu ma ka tubu tokën. Edhe kom pa këtë lindjet edhe perëndimet. Këtë vendet e botës. Wa inna mulka ummati sayablughu ma zuya li minha. Ka thonë edhe pushteti i umetit tim do të arritën çdo vend që i kom pa. Këtë çdo vend që i ka pa. A çfarë është? S'ka shu pa ko mas vdekjes Muhamedit sallallahu alaihi wa sallam, muslimanët e kanë pas shumicën e botës një orë në atë kohë. Edhe kanë marrë dy perandori që kanë qenë mijë vjeçare. Muslimanët i kanë marrë. Është tha, muslimani kur s'bën me hub shpresën në Allahun azza wa jall. Kur. Ani na për shembull na çto që jena musliman çto vende, Islami ka në vendet tona pas cilës disat muslimanëve, pas largimit të muslimanëve prej Endelusit, prej Spanjës. Thot 800 vjet kanë qenë muslimanët në Spanjë, në Endelus kanë qenë udhëheqës të aty në veneve, kur janë përçar muslimanët me një tjetërin, edhe janë bërë grupe, edhe qafirat i kanë luftu ata një ka një, dhe ka herë janë bërë ata bashkë me qafirat në rëllazin vet, edhe muslimanët e kanë hub atë vend, masi e kanë hub atë vend muslimanët, kanë orë muslimanët edhe kanë orë në qëto vene ku jenë ana qëtash. Edhe u përrapi Islami në qëto vene, wa alaikumus salam wa rahmatullah. U përrapi Islami në qëto vene pasi që është largu për në veneve tjera. E Islami gjithmonë është triumfus, edhe pas një kohë që dikush se mënon që ka me ndodhi shka tjera.